fjalët e mia dhe urtërimet e mia në vetën tënde. Ruaj urdhërimet e mia dhe ke për të jetuar. Ruaj mësimet e mia si bebja e syve të tu. Lidhi ndër gishta, shkruaj mbi tabelën e zemrës sate. Thuaj diturisha, ti e motra ime dhe quaje shok gjykimin. Me qëllim që të ruajnë nga gruaja e tjetrit, nga gruaja e huaj që përdor fjalaj katare, nga dritarja e shtëpisime, shikoja në përparma këtë prej hekuri. Dhe pash midis budalejve, dalova midis të rinjve një djalë të ri, që s'kishte gjykim, që kalonte në për rrugë pranë qoshës, të gruas së huaj dhe drejtohej nga shtëpia e saj. Në mush kur po ngryste dita, ndërsa spriste nata e zes dhe i doli para një grua veshur, si prostitut dhe dinake. Ajo është turbuluese dhe provokuese, dhe nuk di ti mbaj këmbë në shtëpinë e saj. Her mbi rrugë, her në shese, qëndron në pritën në çdo qoshe. Kështu e zuri dhe puthi, pastaj me paturpsi tha: duhet të bëja flimet e falenderimit. Pikërisht sot i plotsova zotimet e mia. Prandaj të dola para që të kërkoj dhe të gjeta. E zbukurova shtratin tim me një mbules, si kshade me litë ngjyrosur nga Egjipti. E parfumova shtratin tim me mirë, me alo dhe me kanel. Eja, të defimi me dashuri deri në mëngjes, të kënaqemi në qejfe dashurie, sepse burri im nuk është në shtëpi, por ka shkuar në një udhëtim të gjatë. Ka marrë me vete një thes të vogël, me pare dhe do të kthehet
shtëpi, vetëm kur të jetë hëna e pjotë. Ajo e mashtroj me fjallë bindese, e tërhoqi me ëmbëlsinë e buzëve të saj. Ai ndoqi pa mdyshje si një kar që shkon në thertore, si një lidhur në dënimin e budalait, derisa një shigjet nuk i shpon më qin. Ai nxiton si një zog pa ditur që një lak është ngritur kundër jetës së tij. Prandaj bitë mi, më dëgjoni, kushtojuni kujdes fjalëve të gojës sime. Zemra jote të mos shkoj pas rrugëve të saj, mos devijo në përshtigjet e saj, sepse ka rrëzuar shumë të plagosur për vdekje. Vetër ata që ajo ka vrar ishin burra të fort. Shtëpia e saj është rruga e humbjes që zbret në thellësitë e vdekjes.